Rritja e vazhdueshme e çmimeve të produkteve të shportës ushqimore po ndihet ndjeshëm edhe në tregun e Novoselës, duke rënduar drejt për drejt buxhetin e familjeve. Fruta, perimet dhe produktet e tjera bazë kanë pësuar një shtrenjtim të dukshëm, ndërsa konsumatorët shprehen se çmimet kanë arritur nivele të papërballueshme. Ky treg i njohur si një nga pikat kryesore të furnizimit për zonën çdo të njëjte, frekuentohet nga banorët e Novoselës dhe fshatrave përreth. Po ashtu, jo të pakt janë edhe qytetarët që vinë nga Vlora me shpresën për të gjetur produkte bujqësore të freskëta dhe me çmimet më të arsyeshme krahasuar me tregjet në qytet. Megjithatë, gjatë kësaj të njëjteje, situata ishte zhgënjyese për shumë prej tyre. Çmimet e ekspozuara në tezga nuk kanë treguar pothuajse asnjë ndryshim nga ato të tregjeve të qytetit të Vlorës, duke zbehur avantazhin që tradicionalisht ofronte tregu i Novoselës. Shumë lart janë. Të ngritura janë. Krahasime herë të tjera janë. Po me herë të tjera kanë qenë më ulët. Tani janë ngritur. Çfarë do të bëni? Po ja kemi një si punë dreket tuash edhe nga pak se si marrim do të gjitha. Normal. Ales protese çmimet janë okay, mos e vrisim mendje fare. Çfarë keni bërë? Çfarë kemi blerë? Një soja si në Vlorë dhe këtu po erdhëm një herë. Një soja. Një soja, s'ka ndonjë. Jo. Nuk ka shtrejt shumë ja. Ka rritje. Rritje po. Si përballon? Po, me pak fëmija, pak vet, pak pension ja kështu. Me pensionin se çmimet e larta nuk janë çmimet për sezonin që është. Jo, mas janë çmimet ama. Pra janë rritur. Po, janë rritur. 3000 lekë domate. Shumë janë. Ju ku jetoni? Unë jetoj në Vlorë. Gjeni këtu për ndoshta më lirë apo? Për ndoshta edhe më lirë. Po më lirë se në Vlorë apo? Po më lirë se në Vlorë, po aty janë, afërsisht, nuk është se ndonjë diferencë. Faleminderit. Spinaq. Sa bën karburanti që vjen lirë? Jo, kisha punë tjetër, jo se edhe Kastili. Po çmimet bajdava, qylian tëra. Si e shpjegoj? Ja. Çfarë mora më 2 kunga në 1 kilo domate për plagën? Sa kushtuan ato? 7.000 lekë, 2 kilo domate. Çmimet janë si Përballoni dot. Nuk i përballon dot. Ka vajtur më një kokër mollë. Mirë ato po. Çat themi tash. Nuk e çat themi më. I ka vajtur gozhda aty ku s'man më fshatarit çket. Vim vërdall njerëzit tu, i shikojnë me sy e flasin me zemër. O, më na pyet më, ato po flasim. Ua, më mirë do rrim pa ngrënë se sa shumë në maj çdo gjë. Çfarë keni marrë? Po çka kemi marrë? Do ham lule. Se për të ngrënë një nuk flitet. Lule pseha. Ç'është? Çmimet si janë? Ha? Çmimet. Çmimet se po shikosh ti një të hudhër e merr 600 lekë thot. Ç'është? Merr spinaqin, merr domatën 4000 lekë. Merr trangën 4000 lekë. Po ç'është kështu? Po jore në vdiqëm, nuk kam dot një kokë domate. Ç'është që ku je kështu për të neve? Ku di jem ato leka? Unë një pensioni jam invalide. Rriot ke që nëna, më nuk bëhet kështu, si që po bëjnë njerëzit. E për në dirama thonë këto, e për në saliu, e për në... Po kush e bën, se i thot aja, ngrije kajti? Nëse dim të shi kush e bën. Po e rritë kudo, u rritë nafta, u rritë në gjitha. Që të bëjmë ne? Kaq. Bja, nga 1.000 lekë, nga 2.000 lekë bëjmë. Nga në tjetër, tregtarët argumentojnë se rritja e çmimeve nuk varet drejt për drejt prej tyre, por lidhet me kostot e larta të prodhimit, transportit dhe furnizimit, në këtë situatë kur edhe çmimi i naftës është rritur ndjeshëm. Sipas tregtarëve, situata është bërë e vështirë edhe për vetë ata, të cilët përballen me ulje të shitjeve si pasojë e fuqisë së dobët blerëse. Ndërkaq që rritja e çmimeve të produkteve ushqimore dhe fruta perimeve në tregun e Novoselës duket se është pjesë e një trendi më të gjerë, ndikuar nga faktorët e brendshëm dhe të jashtëm. Në këto kushte konsumatorët mbeten më të prekurit, ndërsa kërkojnë masa konkrete për të frenuar rritjen e çmimeve dhe për të garantuar akses më të lehtë në produktet bazë, veçanërisht për familjet me të ardhurat të ulta.